Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Neda shpërthen ofendime kundrejt festivalit të fundvitit. Neda Balluku ka reaguar ashpër përmes disa postimeve në Instagram, ku ka shprehur pakënaqësinë e saj ndaj mënyrës se si po zhvillohet festivali i këngës në RTS dhe trajtimi i artistëve, veçanërisht i të rinjve. Ajo u shpreh se festivali prej vitesh ka humbur funksionin krijues, duke i quajtur shtatzam prej vitesh, po pa asnjë produkt të ri apo risi reale. Sipas Nedës, problemi kryesor qëndron në faktin se artistët e rinj nuk mund të konkurrojnë në të njëjtët kategori me emra të mëdhenj dhe të konsoliduar të muzikës shqiptare, duke e bërë garën të pabarabartë që në nisje. Në një tjetër reagim, Neda ndalet edhe tek argumenti shpesh i përdorur se konkuron kënga, duke kundërshtuar hapur këtë ide. Balluku nuk kursen as ironin kur përmend rikthimin e Gales për herë të tretë brenda 3 viteve në festival, duke cilësuar si të tepërt pavarësisht dashamirësisë që ka ndaj saj dhe duke sqaruar se artistja nuk është nga Shkodra. Reagimi i Nedës ka ngjallur diskutime të shumta në rrjet, duke rihapur debatin mbi drejtimin artistik të festivaleve dhe nevojën për ndryshim real në skenën muzikore shqiptare.